Dhe u rikëthym të ndëruar shikues, si që paralajmëruam, sot do të bisedojmë për projekt buxhetin e vitit 2026, i cili nesër pritet të jetë në seancën e kuvendit, pra në lexim të dytë, dhe për të biseduar më tepër kemi drejtorin e Institutit Gab Blendi Hasaj. Mirëdita, zotëri Hasaj, mirë se ardhët. Atëherë, ju keni deklaruar tashmë edhe përmes analizës që i keni bërë projekt buxhetit për 2026 se si tillë nuk reflekton strukturën e re të qeverisë që tani ka 19 ministri. Si i shihni ndarjet buxhetore tani? Po, është e vërtet, realisht draft buxheti i cili është dërguar në kuvend, gati se i tëri është i njëjtë me atë draftin i cili është përgatitur dhe kaluar në qeveri me 31 tetor të vitit 2025. Realisht, pra, edhe koha kur është përgatitur ka qenë shumë më herët që të mund dihet edhe si do të jenë dinamika themi gjatë vitit 2026. Normalisht ajo është procedura ligjore që ndjeket çdo vit, mirë, po mes këtë vit kishim ende hapësirë. Mendojmë që ka mujt Ministria e Financave që ta dorëzojë një draft të ri të buxhetit, të cilin do ta përgatiste nga janari e tutje, pra pas zgjedhjeve, gjatë muajit shkurt për deri në mars, siç e dini ne në kuvend është miratu po ashtu edhe një zgjatje buxhetit deri në muajin mars. Pra nuk është se kishte ndonjë nguti procedurale se themi të procedojmë me një projekt buxhet i cili nuk reflekton as strukturën aktuale të re të qeverisë, siç e thatë edhe ju, e cila tani ka 19 ministri, pra 4 ministri më shumë. Mirë, po si projekt buxhet, pra në tanësi, siç pyetet, tani kemi një projekt buxhet i cili parashihet të jetë në vlerë ndikon rreth 4 miliardë euro, që është një rritje prej rreth 10% krahasuar me vitin 2025. Performancë tillë parashihet të kenë edhe tyrat. Realisht buxheti si tanësi në 4-5 vitet e fundit pra ka pas një rritje të konsiderueshme. Njëjtë edhe tyrat, duke mos u varur shumë nga borxhi i jashtëm, për çka edhe borxhin publik e kemi në një nivel relativisht të ulët. Mirë, po pastaj një çështje tjetër është krejt ajo se si është zhvilluar apo se si është nda themi buxheti ndër vite, se si ka ndryshuar struktura e vetë buxhetit, në cilën po ashtu vrehen disa dallime krahasuar me të kaluarën. Kur i përmendet afatet, ky buxhet pritet të shqyrtohet nesër në lexim të dytë, përderisa janë aprovuar, pra janë miratuar zgjatjet buxhetore edhe për muajin mars. Si e shihni ju, pse është kjo urgjencë, pse ky nxitim? Kjo është një pyetje që e kemi ngritur shumë persona dhe realisht ndoshta një nga çështjet që po ndërlidhet ka të bëjë pak edhe me këto afate të cilat tani përfliten rreth zgjedhjes së presidentit të ri apo jo. Përndryshe, do të ishte e pakuptimt dhe jo praktike mirë buxhetore që të procedohet me një draft buxhet i cili nuk e reflekton as vetë strukturën e qeverisë. Mirë, po kjo data 5 mars, ndonë se në diskutime mes juristëve ka dhe dilema të tilla nëse ky është afati i fundit deri kur duhet zgjidhet presidenti ose jo, mirë, po mbizotron themi tek ne. Një nga pra përgjigjet ka të bëjë me këtë, me afatin rreth zgjedhjes së presidentes, përndryshe nuk kishte një nguti themi në mbulimin e shpenzimeve bazë nga asnjë organizatë buxhetore, nga rasti kur kuvendi para disa ditësh e miratoi zgjatjen buxhetore edhe për muajin mars. Dhe normalisht një dokument i cili shndrohet në ligj, pra është një dokument zyrtar, është mirë që të jetë në formën më të mirë të tij. Pra gjatë procesit kur edhe amandamentohet mes dy lexime, mirë, po edhe si draft fillestar i cili dërgohet në kuvend nga vetë qeveria. Të flasim pak edhe për disa çështje më në detaj se i përket buxhetit. Si vlerësoni ndarjet buxhetore, duke pasur parasysh që për shembull shuma e subvencioneve dhe e transfereve kapin shifrën e parafort në fakt me investimet kapitale? Realisht, siç e thash edhe më herët, tani çka ka dalluar ndër vite është edhe kjo forma e prioritizimit apo shpërndarjes së buxhetit sipas kategorive ekonomike apo klasifikimit ekonomik. Në analizën cilën ne kemi publikuar, pra edhe nga vetë vendimet që po i ndërmerr qeveria dhe premtimet që i ka pas në fushat, po dallohet që ky buxhet dominohet nga shpenzimet rrjedhëse. Nga tek shpenzimet rrjedhëse pra nënkuptohet ato shpenzimet që bëhen për paga, shpenzimet që bëhen për subvencione dhe transfere, mallra dhe shërbime, dhe rritja, pra si ndoshta një nga gjetjet e para është që
Në këtë vit, 2026, rritja e shpenzimeve rrjedhëse është me përshpejtuar se sa rritja për shpenzime kapitale. Dhe tani shpenzimet rrjedhëse kanë arritur në një vlerë mjaft të lartë, janë diku rreth 2.9 miliard buxhet apo rreth 73% e buxhetit tërësishëm apo shpenzimeve të tërësishme. Ndërka që investimet kapitale mund të themi që si shumë, normalisht që ka një rritje vjetore, dikun 67 milion euro, mirë po të themi, rritja e gjithë shpenzimeve kapitale si kategori është e barabartë me koston që do ta ketë mbulimi i pagës së 13 cilën e premtoi Kurti. Pra dhe nëse janë shkalojmë edhe gjitha skema tjera cilat do të financohen shumë me shumë. Për shembull, kemi një rritje të ndjeshme të kosto e pensioneve, kemi një rritje shumë të ndjeshme të skema për përkrajën e grave lehona dhe fëmijëve. Pra këto janë ato që po dominojnë rritjen e buxhetit. Kryesisht shpenzimet për këto shpenzimet rrjedhëse. Mirë po tek investimet kapitale, të cilat ne mendojmë që janë kategoria me kyçe që mundet disi me nxit një zhvillim ekonomik, sepse mos të harrojmë në vendin tonë ne nuk kemi politikë monetare, kemi euron cilin e kemi marrë nga Bashkimi Evropian dhe nuk kemi politikë. Banka Qendrore nuk ndjek një politikë monetare dhe politikat fiskale e cilat mes miri munden mu reflektu përmes buxhetit. I kemi pra buxhetin cilin munden me përdor që me nxit pak zhvillim ekonomik, mirë po që investimet kapitale pak po mbesin ndërhije. Po dhe çka do të thotë kjo për ekonominë e vendit? Po tash është një raport i Bankës Botërore i cili thotë që investimet publike kanë një efekt të pozitiv në ekonomitë e Ballkanit perëndimor, sepse në vende tjera nganjëherë dihet që mundet më ndodhë që investimet publike mi pengu investimet private, mirë po tek ne, si tregon ai studim, thotë që për çdo euro që e investon themi qeveria ose shteti në infrastrukturë dhe në projekte tjera kapitale, e nxit edhe një investim shtesë nga vetë sektori privat. Dhe mendoj që kjo mjaft mirë tregon se çka janë rezultatet nëse ndodhe kundërta, kur shteti nuk investon, për shembull nuk ndërton infrastrukturë bazike, nuk ndërton themi sisteme më të qëndrueshme transmetimit të energjisë, në cilat kishin problem edhe vitin e kaluar, nuk ndërton impiante, pra nuk zhvillohet infrastruktura që pastaj edhe vetë sektori privat ta zgjerojë veprimtarinë e saj. Pra atë ne duke e pa këtë efekt multiplikues kaq të madh që ka investimet publike, ne gjithmonë avokojmë që qeveria të investoj sa më shumë me buxhet publik. Gjithashtu që një gjë që ne e kemi dalluar që tek investimet kapitale, pra këto që bëhen nga sektori publik, po ashtu janë edhe dy çështje tjera. E para është që për shkak planifikimeve jo të mira, kapaciteteve të munguara njerëzore nëpër institucione, edhe vetë implementimi i projekteve kapitale merr shumë kohë. Për çka për shembull në vitin 2026, mbi 80% e investimeve kapitale janë investime që janë vazhdim nga vitet e kaluara. Pra nuk është që çdo vit po arrim ta krijojmë një farë hapësire që të mund të alokohen më shumë mjete në investime kapitale të reja, për çka duhet ta përmendi që edhe mundësia tjetër që ekziston të themi të bëhet financimi përmes borxhit, po ashtu për shkak të mungesës resurseve njerëzore profesionale, ne ikim disi këtyre projekteve që realizohen nga themi me financim nga jashtë, sepse edhe kërkesat teknike më të mëdha, të raportimit, është një preferencë e institucioneve vendore që të realizojnë më shumë projekte cilat janë me kapital vendor, dhe edhe në vitin 2026 pra vret një mungesë themi nuk reflekton në projekt buxhet prezenca e disa projekteve infrastrukture të mëdha. Dhe ne do të kishim shumë dëshirë të shohim investime të tilla. Për shembull, dy prej investimeve më të mëdha që janë aty në projekt buxhet janë projekte cilat kanë nis implementimin shumë më herët, themi rruga Prishtinë-Pej ose rruga Prishtinë-Gjelan-Konçol, e cila po ashtu ka pas shumë probleme gjatë zbatimit. Dhe pra përveç hapësirës që kanë më të vogël në buxhet investimet kapitale, ka edhe probleme edhe me vetë shkallën e realizimit të tyre. Të themi një gjetje tjetër cilën e përmendim në raport, krahasuar me planifikimin vjetor për realizimin e investimeve kapitale, në 4 vjet të fundit i kemi dikund 1 miliard euro me pak investime kapitale se sa që ishim projeksionu apo planifiku në fillim të vitit, secilin vit. Që i bjen
vërtet për ekonominë tonë është një kosto e madhe oportune nëse nuk realizohen investimet me kohë, e veçanërisht nëse nuk realizohen fare, që ka ditë të jetë edhe kjo një rast jo i rrallë. Dëshiroj t'ju pyes, sa i përket diskutimeve në për komisione që ishte këto ditë pra për buxhetin dhe ky nxitimi për t'u aprovuar, ndoshta edhe duke mos u përfshirë shumë amendamente, është përmendur që do të rishikohet në muajin mars. Dhe të aprovohet tani dhe menjëherë do të rishikohet në muajin mars. Tani, duke pasur parasysh që është versioni i vitit 2025, pra kur nuk kanë qenë këto ministri të cilat tani janë në qeverin e Kosovës, pra si dikastire të veçanta që janë hapur. Sa mendoni që do të arrijë deri në muajin mars të akomodohen buxhetet e këtyre ministrive dhe dikastireve të reja në buxhetin aktual që nesër është në lexim të dytë? Realisht kjo është një pyetje shumë e mirë dhe pastaj një pyetje tjetër është pse atëherë nuk u pret që të shkohet direkt në mars me projekt buxhetin e kompletuar, pse po e bëjmë këtë aprovim tash? Meq edhe ashtu qeveria po synon që në mars ta sjell në rishikim. Një problem i cili ka ndodhur pra këtu tek projekt buxheti ka të bëjë edhe me buxhetin e disa komunave. Siç e keni pa nga diskutimi publik, i kemi pas disa komuna që për shkak të proceseve zgjedhore, cilat kanë kaluar ato, disa prej tyre kanë miratuar edhe buxhetin vjetor të komunës me vonesë. Dhe komunat, disa prej tyre më duket që nuk e kanë pas qartë që momentin kur ato nuk e kalojnë buxhetin vjetor tyre komunal me kohë deri me 30 shtator, pastaj situata ju del atyre pi kontrollit. Pra nuk është më në dorën e tyre apo si dalin dhe bëjnë ndonjëherë kërkesa publike që janë ne votuan pak me vonesë projekt buxhetin, po na reflekton jatë në tabelat e buxhetit shtetëror publik, siç është edhe rasti me komunën e Prishtinës, kanë qenë edhe disa komuna tjera cilat e kanë bërë gjë. Dhe ishte një lajm i mirë sot që sidoqoftë buxheti gjitha këtyre komunave që kanë bërë miratimin në kuvendet e tyre komunale me vonesë, tani po reflektohet, pra do të jetë nga disa nga amendamentet cilat po përkrahen nga gjitha partitë politike. Ndërkaq tek pjesa e ministrive, unë mendoj se sikur Ministria e Financa po të kishte një vullnet ose angazhim, reflektimin e strukturës buxhetore të këtyre ministrive të reja do ta kishte bë edhe në draftin cilin e dorëzoi dhe është duke shqyrtuar në kuvend tash. Nuk mendoj që duke pas parasysh edhe profesionistët që punojnë në Ministritë Financave, në cilët merren edhe me pjesën e hartimit të buxhetit, nuk mendoj që për kapacitetet e tyre do të ishte problem se ç'është tash të reflektojë edhe buxheti për ministritë e reja, mirë po ka qenë themi një vendim i vetë qeverisë që të shkojnë në këtë format. Sipas analizës suaj që e keni bërë, sa prej projekteve janë të reja dhe sa janë ekzistuese apo të bartura nga vitet e kaluara? Realisht, siç e thash edhe më herët, shumica nga projektet edhe që është një dukuri që daton themi nga vitet 2018-17 kur ne edhe atëherë kemi analizuar buxhetin, projekt buxhetet të asaj kohë si institut. Pra na del kjo dukuria që shumica prej projekteve, themi dikund 4-5 ose e tillë, janë projekte cilat janë vazhdim nga vitet e kaluara. Pra nuk është që kemi një dinamik të shpejt në realizimin e investimeve kapitale që të krijohet hapësirë, themi që të realizohen projekte të reja. E veçanërisht për shembull një problem këtu dallohet edhe tek investimet kapitale qofshin të reja, qofshin në vazhdim, cilat realizohen përmes një që quhet klauzule investimeve. Ka qenë një rregull të cilën Kosovës i lejohet që mos të llogarisë në kuadër të deficitit të saj vjetor, sepse ne i kemi disa rregulla buxhetore ku themi shteti deri ku ka drejt të shpenzojë më shumë se sa që ka të hyra. E ka qenë një klauzulë ku logjika pasaj është që në mënyrë që ka shumë nevojë për investime në ekonomi, të lejohen sa më shumë investime kapitale për të mos llogaritën si pjesë e deficitit fiskal dhe aty për shembull e kemi pasur që shkalla e realizimit në 2 vitet e fundit për ato projekte është diku 13 deri në 14%. Pra dhe kur ka disa projekte në letër, jo do e mos ato kanë mu shndruar në projekte të realizuara në vendin tonë për fat keq, e që si raporti për vendin, raporti Konsillit Evropian,
raportet tjera vjetore të ZKA-s bëjnë me ngesht nga mungesa kapaciteteve njerëzore për të planifiku, hap me kohë, themi thirret në kuadër të prokurimit, tenderet e tjerë, e mirë po të cilën nuk e kemi pas një qeveri duke adresu. Për mu ka qenë shumë e çuditshme ku qeverit nuk e shohin, themi, si të rëndësishme që t'investohet më shumë në resurset njerëzore, duke marrë parasysh që ata do t'jenë edhe një farë hallkë shumë rëndësishme në mënyrë që ata t'jarrinë edhe vetë objektivat e tyre. Të flasim pak për komunat. Në buxhet nuk janë përfshirë disa komunat të cilat për vitin 2026 e kanë aprovuar buxhetin, por me vonesë dhe kryesisht shkaku i zgjedhjeve lokale, pra nuk kanë arritur, dhe cilat mund të jenë pasojat e mos përfshirjes së buxheteve të tyre në buxhetin e shtetit, e po ashtu me këtë, pra a keni vërejtur ndoshta favorizim të komunave të cilat kryetarët ose drejtuesit e komunave i takojnë partisë në pushtet? Jo, realisht të kjo pjesa e çështjes së adaptimit të buxheteve të miratura me vonesë nga komunat në kuadër të projekt buxhetit vjetor, ndonë gati se çdo herë bëhet më shumë problematike nga komuna e Prishtinës. Dhe siç e thash edhe më herët, komunat do ta kenë të qartë që në mënyrë që Ministria e Financave themi mos t'u përzihet shumë dhe t'ua ndaj atë buxhetin cili u takon sipas metodologjisë, duhet që buxhetin vjetor me do e mos ta kalojnë në asamble deri me 30 shtator të vitit, në të cilin duhet ta bëjnë edhe miratimin e ligjit të buxhetit të vitit të ardhshëm. Pra kjo është forma e vetme që ato të mund t'i shmangen, themi, një diskrecionit, një ministrie gjedzëse se apo ndonë buxhetin cilin do t'u takonte me rritje ose jo. Dhe janë disa komuna, si që thatë edhe ju, që për shkak zgjedhjeve, unë mendoj që disa dhe për shkak që nuk kanë arrit që ta sqarojnë mirë gjithë asamblezëve që na do të jemi unifikus, ta kalojnë buxhetin sepse pastaj mund të marrim me pak mjete për investim. Janë ndër arsyet pse ka ndodhur kjo. Mirë po ne ligji për menaxhimin e financave publike është shumë i qartë në këtë pikë. Do më thonë që nga momenti kur themi një kuvend komunal nuk e miraton me kohë ligjin e buxhetit, pastaj e tëra varet në vullnetin e kuvendit të Kosovës nëse dëshiroj ti trajtoj kërkesat e tyre që themi t'u adaptohet atyre një buxhet me rritje edhe pse e kanë bërë miratimin e buxhetit me vonesë. Konkretisht është aty neni nëse në gaboj gjarë të 2.3 në ligjin për menaxhimin e financave publike që secila komunë tregon se çfarë hapa duhet ndjek secila komunë. Në momentin që një komunë e cila ka qenë e vonshme në miratimin e buxhetit, e miraton buxhetin, themi me 6 shkurt, me 15 janar, është obliguar që menjëherë ta përcjellë atë të Ministria e Financave. Dhe në momentin që kjo përcjellet te Ministria e Financave, Ministri i Financave është i obliguar që të njëjtën kërkesë menjëherë ta përcjellë tek kuvendi. Dhe me që jemi një kohë shumë të mirë, kur kuvendi ende është duke trajtu ligjin e buxhetit, pra nuk e ka miratu, kuvendi mundet, nuk e obligon ligji kuvendin që t'ju adaptoj buxhetin e ri, po thot është në diskrecion të kuvendit nëse dëshiroj t'ja aprovoj këtë kërkesë komunave. E sot, para se që unë të vinë këtë intervistë, lexova që edhe ishte një vendim shumë i mirë i Komisionit për Buxhet, e cila e bëri një amandament, i cili do të shtjellohet nesër gjatë seancës, ku kërkohet që për gjitha komunat cilat e kanë votu buxhetin me vonesë, mirë po e kanë përcjellë themi atë buxhet tek Ministria e Financave, të miratohet buxheti me rritje përfshi edhe komunën e Prishtinës dhe është shumë mirë që t'i kalohet pra nga këto diskutimet procedurale dhe të mund edhe vetë komunat nisin dhe të merren më shumë me çështjet e realizimit të premtimeve të cilat i kanë dhënë që nuk janë të pakta, se sa ndoshta kalohet shumë kohë siç ka ndodhur vitin e kaluar ku ndër temat kryesore të cilat janë konsumuar kanë qenë kryesisht procedurale, tema politike dhe nuk është fol shumë për përmbajtjen dhe kush çfarë po realizon punën në terren. Po, dhe me që e përmendet Prishtinën, pikrisht te kjo, çështja e buxhetit të Prishtinës, a mendoni që pak edhe po përdoret politikisht apo si përplasje politike mes LDK-s dhe vetëvendosjes? Po, mendoj që ka pas sinjale të tilla veçanërisht vitit e kaluar ku ndoshta duke u pa që janë dy parti, njëra duke qenë në qendër në udhëheqje dhe tjetra duke pas për udhëheqjen e Prishtinës, e cila është
ndër organizatat më të mëdha buxhetore realisht, është shumë ma me peshë dhe kime shumë hapësirë me realizu punë si kryetari i Prishtinës, se ndoshta shumica prej ministrave të cilat udhëheqin pra me dikastere në nivelin qendror. Dhe normalisht pra ekziston edhe kjo pjesa e konkurrencës, siç ka qenë një farqasje që kemi pa dhe ish politikanë tjerë duke referuar që ka qenë një praktikë ku kështu partit mes vete pra e kanë që tentojnë ka pak ta pengojnë njëra tjetrën në realizimin e punëve. Mirë, po kjo me projekt buxhetin nuk e reflekton një situatë të tillë. Duke analizuar vetëm faktet, ndonse nga themi prononcimet të cilat i kemi pa te kryetari i Komunës Prishtinës, është menduar që në momentin kur ata e kanë aprovu buxhetin, e kanë përcjell të njëjtin te Ministria e Financave, nga vetë idea ose sot nëse nuk gabojnë mëngjes u pa që shkresa për përcjelljen e materialeve rreth buxhetit apo buxhetit e miratuar kanë gjatë vetëm dje me 18 shkurt, cila pra nuk tregon themi për më shumë tregon për një vonesë në aspektin procedural të Komunës së Prishtinës, se sa një sinjal themi në këtë rast të qeverisë që tentoj të polemizoj prapë ose ta bëj temë çështjen e Komunës së Prishtinës. Zotëria, sa jemi duke ofruar në fund të bisedës, por kam edhe dy pyetje sa i përket. Për fund janë disa çështje të cilat ndërlidhen ndoshta edhe me atë se sa përdoret buxheti për të themi për ndikim ose sido që mund të quhet. Në ligj është parapar një nen që ministri ka diskrecionin që të bëjnë ndarjet buxhetore për ministritë e reja, por që nuk ka kod buxhetor. Si e shihni ju një kompetencë të tillë të ministrit të financave? E po ashtu përkitazi me këtë, është që në mesin e amendamenteve që janë paraqitur ka qenë edhe kërkesa e zyrës kombëtare të auditimit për buxhet shtesë prej 654.000 euro, e cila nuk u aprovua. Dhe për çështjen e dytë, pra, si e shihni këtë dhe pikërisht duke pasur parasysh që kjo zyre, pra kombëtare e auditimit dhe rolin e saj në mbikëqyrjen e shpenzimeve publike? Po, është vërtet, ndoshta me u ndërlidh me këtë, tani si që analizuam në fillim, pra gjithë kjo historia mos përfshirjes së ministrive të reja në projekt buxhet, pra nuk është praktike mirë buxhetore. Sepse tham, nesër nëse kalon në lexim dytë, sepse ashtu janë gjasat, tani mos të harrojmë që qeveri ka shumicën e votave në kuvend dhe do t'i kaloj shumicën e ligjeve të cilat ka qëllim që t'i kaloj, edhe pse do është mirë sa herë që themi kemi një frymë bashkëpunimi mes deputetëve në kuvend. Është pra që kjo argumenti kryesor i qeverisë është që do ta sjellim me rishikim, kur të dim pak edhe sistematizimin e vendeve të punit në për këto ministri, dhe rishikimi do të ndodhë në mars. Për ndryshe, pra, kjo praktika ku të themi një ministër, në këtë rast Ministria e Financave, merr shumë diskrecion në dorë, realisht nuk është në vijim me praktikat edhe vetë rregullimin e çështjes së shpenzimit të buxhetit publik sipas legjislacionit në fuqi. Nëse ime dhe shohim ligjin për menaxhimin financave publike dhe rregullore të tjera financiare, menaxhimi, shpenzimi i buxhetit duhet të jetë jo vetëm mirë i planifikuar, po edhe sipas disa rregullave strikte. Realisht ne gap e kem pas një kritik sepse është pa gjetë si një dritare kjo çështja e rimekëmbjes ekonomike, ringjalljes ekonomike këtyre pakove, që përmes tyre të themi edhe aty ndaheshin shumë mjete si kontingjenca, dikon 100-200 milion euro, që pastaj qeveria t'i alokoj ato si të doj. Dhe nuk është as kjo një praktike mirë, sepse shpenzimi paras publike do të ketë kthim të mirë, do të jetë shpenzim efikas, e jo të bëhet ad hoc. Për shka, për shembull, një shpenzim ad hoc ka qenë kur qeveria del dhe i ndan nga 100 euro për secilin student, për secilin fëmijë, që për neve nuk është qasje e mirë se si shpenzohet buxheti. Andaj po, edhe kjo është domethënë që u citu rreth diskrecionit që merr Ministri i Financave, nuk është një praktike mirë. Realisht ne patëm bë presion, po edhe organizata tjera dhe IMF-i në një kohë pa të shtyr qeverinë që gjitha këto shpenzime që i bën nga këto themi buxhetet që janë me vija buxhetore trash apo nuk dihet destinimi i tyre, të nisë që të paktën të publikoj tek raportet financiare të thesarit, sepse shpenzimi paras publike do të vijë me një përgjegjësi. Pastaj zyra kombëtare e auditimit është një institucion shumë me rëndësi
në mbikëqyrjen e shpenzimit paras publike. Realisht, ne si institut kemi avoku dhe kemi edhe një punim që mendojmë se do të ketë edhe një lloj përveç ZKA-s, e cila e bën edhe pak a shumë edhe një auditim se sa po i përmbahen edhe rregulla dhe praktikave të mira dhe të kontabilitetit e tjera të shpenzimit paras publike. Ne kemi thënë se Kosovës po i mungon edhe një farë lloj këshilli fiskal, i cili përveç pjesës themi regulative të shpenzimit paras publike, e këshyr pak edhe çështjen e qëndrueshmërisë në formën se si po shpenzohen parat publike. Për shembull, si ekonomist, është shumë problematike për mu me pa këtë trendin kaq të lartë shpenzimit për subvencione dhe transfere. Dhe mendoj që do të vinë në agjendën tavolinë që edhe rritja për këto kategori që po bëhet, tjetë rregulluar me ligj. Pra të themi të përshtatet me normën qoftë rritjes ekonomike e tjerë. Për shembull, sot ne kemi në ligj ku fatura e përgjithshme e pagave nuk bën të rritet më shumë sa rritja ekonomike, sepse edhe nuk ka sens. Domethënë do të rritet pak ekonomia, produktiviteti, që të arsyetohet edhe rritja e shpenzimeve. Nuk mundesh mi rrit shpenzimet për 50%, ndërka që themi mos me pas një rritje të aktivitetit ekonomik, sepse nuk mund të mirëmbahet ekonomia ashtu. Dhe me dalë me Iran më shkurt, pra na vjen edhe një lloj këshilli fiskal që tërë kohën e monitoron pak, është i pavarur, e monitoron qeverinë, bën kritika publike, ja u shpjegon qytetarëve si këshilli i pavarur që kjo lloj qasje të themi ose ky model i zhvillimit ekonomik i ka këto ngecje. Normalisht atë bëjmë edhe ne si organizatat shoqërisë civile, po pse mos jetë një këshill i cili e ka atë punë, themi si punë moral plot. Ndërkas te ZKA-ja, me sa unë e kuptova gjatë diskutimit në komision, edhe kërkesa ishte shumë valide që të mund t'i auditojnë edhe projekte të reja të cilat do të vinë në kuadër të planit rritjes, të shohim edhe aty se si po shpenzohen mjetet. Pra fuqizimi i organizatave cilat janë të pavarura dhe cilat e bëjnë një punë shumë të mirë në auditimin dhe themi mu siguru që paraja publike po shpenzohet në formë efikase, transparente, ne na do të shumë a shumë t'i fuqizojmë ato. Ne kemi pa të themi një vlerësim të fundit që e bëri ZKA-ja për formën e sponsorizimit të sportit ose kulturës përmes tatimeve, e cila ngriti shqetësime të shumta dhe pa përmend edhe raporte tjera të performancës, mirë po institucione të tilla do të fuqizohen e jo të themi t'ju lihet mangu buxheti. Zotëri Acoj, faleminderit shumë qartë. Faleminderit për ftesën.